këto, njerë, pastaj do fillosh me kafen time, pastaj folë sa të duash për ama kafen. Arrat si gjithmonë. Tani, edhe këtu, kemi nxjerr këtë pajisjen e kemvudit, do të bëjmë një, s'mund të them ëmbëlsirë, sigurisht që mund ta konsumoni kështu siç është, dhe t'i prisni me thik në madhësinë e kësaj biskote. Do marrim një pako biskota, madje edhe do të projnë. Petit brunëm duket si e kanë këto, nuk e di unë. Biskota e rëndësishme është që t'jenë pa yndyrë. Dhe do të shtrojmë bazën, gjithsej duhen 4 rreshta nga 4, që bën 16 dhe 2 biskota që t'i presim kështu në gjysma. Kjo tepsia është 36 me 22. E shtruan bazën, pa vaj, pa yndyrë, pa asnjë gjë. Tani unë do të bëj pak brumë. Si për këtyre biskotave do të shtroj një rresht me mollë të prera shumë hollë, që do të më ndihmoj kjo pajisje e kemvudit. Do të bëj kremin me pas kanë marrë gjithë tasat. E japim recetën e shpejt. 2 vezë do marrun këtu. Vazhdo. Shohim përbërësit. Zoja Vjollca merr vezët O Vital në këtë moment, ndërsa ne bashk do të lexojmë të gjithë përbërësit që do të na duan. Atëherë, biskota me moll. Bëni gati 250 gram biskota pa yndyrë, versioni katror, siç e pat zonja Vjollca ka shtruar pikërisht ato në tavë. Po. Vazhdoj me 2-3 moll. Kemi një gotë arra të grira që i kam unë përsipër si gjithmonë. Një lugë çaji kanell. Kemi 2 vezë, 1 filxhan çaj sheqer, 1 pako pluhur pjekës, 2 gota miell, sheqer pluhur për dekor. Këto duhet jenë të gjithë përbërësit, pra kemi përfunduar besoj me leximin e tyre. Po. Dhe vazhdojmë me përgatitjen. Pra, hodhëm 2 kokra vezë. Do të jetë këtu dhe 1 filxhan çaj, po dhe gotë mund tjetë, kjo një gotë e tillë, 200 ml me sheqer. Përsëri me këtë rrasën e bukur kemvud, do ta rrash sheqerin derisa sheqeri më duket që të shkrijë. Zonja Vjollca, ara duhet jenë shumë të imta apo kështu është? Jo, aq shumë mirite. E thash që këto biskota ne mund t'i presim me thik, mbasi do t'jedhim dhe një krem si për mollëve dhe arrave, mund t'i presim me thik në madhësinë e kësaj biskote, ose pastaj, mbasi kemi lënë të ftohet, e pudrosim edhe me sheqer pluhur, mund t'i japim një formë. S'kemi këto, e një gotë. Rumbullake, ato që teprojnë anat gjithmonë i ha unë. Këto rumbullaket, biskotat, të gjithë të tjertë, ose japim formë zemre, ose katrore. Këto do t'jenë njësh, do të bëjnë njësh për arsye se brumi që ne do të hedhim sipër, nuk do t'jetë në sasi shumë të madhe, që t'jetë si kek, po mundësisht që fryet shumë pak, do t'jenë si biskota që ju mund t'i përdorni jo vetëm në fundjavë, jo vetëm gjatë javës, me një çaj, me një salep, me kafen të shoqëruar me një pjatancë brenda, por dhe thjesht për qef. Dhe biskotat me mollë gjithmonë janë të shijshme. Dhe keni për të parë se sa ju do ta ruani këtë recetë, ose kam prur asnjëherë, do ta ruani dhe do të jetë diçka shumë e shijshme në tryezën tuaj. Tani do të hedhim këtu miell. Konsistenca e brumit që ne do të hedhim sipër nuk duhet jetë shumë e trashë. Nëse konstatoni që ajo nuk rrjedh nga luga, atëherë mund ta ndihmoni me çfarë? Duke hedhur me lugë, nga pak, 1 lugë, 2 lugë, 3 lugë, gjithmonë shumë. Çdo varet nga lagështira e miellit e ka shumë madhësia e vezëve. Do mbush 2 gota.
Tani unë ndala ke gotat e kështu se një zonjë, jo një, po shumë zonja, më thanë, zonja Vjosa po pate mundësi bjeri shkurt me ato njësit matëse që kemi ne në kuzhinë, se peshoren, edhe po unë e kam blerë një herë tha dhe më shprishur, kështu që... Ose si ndrojmë bateritë, si që më ndodhi mua një farë kohë, mbaroj bateria, ngela pa peshore. Derisa u që na bëra ndodh parë. shpesh. Ja, këtu bashkë me mielin, hedhim dhe plurin pjekës. Shumë pak përbërës janë, për gjithë të shije që do ju japi kjo recetë. E bëra brumin në fillim, për arsye se kur të vendos mollët, dua që të punoj pak shpejt që mos më nxihen mollët. Jo plot gotat, sa tjetrën e mbusha shumë plot. Ja kaq duhet tjetë. Hedhim dhe këtë gotën tjetër. Katrina të lutem, më nxirr çik qumshin ke dera frigoriferit. Ti nga ana ime është apo nga jote? Ti. Edhe ndeke sa duash, na ka prur Erzeni e ka mbush frigoriferin plot me qumësh. Ja, ku është? Shumë mirë. E lëm këtu që ta kem gati. Pra e shohim që brumi erdhi pak i plot. Shumë mirë. Tani? Pa frikë, unë do hedh njerë 2 lugë. Hodha një e gjysë. Ja dhe i gjysëm. Shoh. Edhe pak. Derisa brumi të lërohet vetë, ja, duhet të rrjedhi. Edhe dhe 2 lugë të tjera. Ndërkohë, zonja Vjosa, ti në krah ke edhe një nga pajisjet që ç'është e vërteta është pëlqyer pafund. Këtë e kam si feedback, po themi, nga Gjeni, e cila po më tregonte për pajisjen Multipro Go Grirësja. Është pëlqyer që në fillim jashtëzakonisht shumë. Dhe vazhdon të jetë produkt në ofertë në vlerën 9.000 lek aktualisht. Pikërisht kjo pajisje që ju po shihni, kaq praktike, pa zënë shumë vend, me një dizajn shumë të bukur, shumë modern, që i gjeni në markën e Kenwood, që do të thotë është garanci për cilësinë, për jetëgjatësinë e këtij produkti. Kenwood prodhon gjithmonë vërtet pajisje elektroshtëpiake të vogla shumë të mira. Dhe ju e dini që kjo është një grirëse, por gjithashtu me disqet që i ka pjesë përbërëse, ju mund të prisni dhe në feta, edhe në versionin e holl në fije si në rende, për pak sekonda çdo frut apo perime që do të kaloni aty. Ne e kemi përdorur her pas here si pajisje që ta shihni drejt për drejt përdorimin edhe të përkthyer të gjithën këtë që ne themi me fjalë me vepra. Dhe po njësoj do të veprojmë edhe sot. Do ta përdorim për ëmbëlsirën, do ta përdorim për fetat e mollëve. Po. Kështu që vazhdoni na ndiqni. Ja, brumi është i rrjedhshëm shumë mirë. Tani do të marrim mollët, të qirojmë. Do t'i heqim farat. Dhe t'i vendosim këtu ke grirësja. Dhe nëse do të vijoni ndërkohë me telefonatat, unë po ju jap numrin
069 944 24 25. Ky është numri që ju bëni blerjet tuaja në Kenwood dhe tek interesant Albania. Në këtë pjesë të parë, duke qenë se do të përdorim këtë pajisje, un po ndalem te kjo ofertë. Pra 9.000 lekë përfitoni aktualisht, 90.000 lekë. Ne telefononi menjëherë 069 944 24 25 sepse është momenti të përfitoni. Është sasia e reduktuar dhe realisht është një produkt që merret sa herë ne kemi në tryezat tona, porositet jashtëzakonisht shumë dhe ja vlen për prakticitetin që ka. Është kaq komode, çdo gjë përfundon shpejt dhe larja është super e lehtë, kështu që mos u shqetësoni për asnjë gjë sa i përket përdorimit të saj. Mund ta presim edhe në dy pjesë që të mos na, zonja Vilca e kishte vënë kapak. Po pra, e vura ke kapaku. Në rregull, e heqim. Këto pas se kisha kapaku. Kjo ka pjesën e butonit këtu që juve e ndizni pra dhe e komandoni prerjen. Zonja Vilca, ne do e hedhim tek tasi i brumit, mollën? Jo, do të hedhim në një tas tjetër. Po. Marrim këtë këtu? Ja, këtu. Enkas për të punën nxorë. Duhet jemi kështu, gati me planet, shikojeni sa shpejt bëhet çdo gjë. Shumë bukur. Tani do fillojmë t'i vendosim mollët feta, sa më të holla, fetat. Për arsye se, siç thash dhe në fillim, nuk dua që të më dali shumë e trashë ëmbëlsira, se nuk do të realizojmë dot pjesën e biskotave pastaj. Tani Katerina, më ndihmon ti kështu këtu? Po, patjetër. Sa unë të filloj të bëj mollën tjetër, pastaj vazhdo ti me kafen. Se unë prandaj s'po flas shumë. S'ka problem. Vendosi si të vi përmbar. E rëndësishme është që të mbulot. Molla duhet shumë e hollë. Nëse do t'i bëni me dorë, sigurisht do dukesh më bukur, po në shije pastaj zor se ta bësh më të hollë. Po, në 2 sekonda. Pastaj, kjo pajisje për sallatat është një mrekulli në shtëpi. Po. Se mjafton që ti qerosh karrotat, ta pastrosh lakrën nga jashtë. Dhe këtu nuk përton të bësh kur sallat. Një shtresë sa më e hollë me mollë, se do hidhen dhe arat dhe nuk duam që të na trashet shumë. Pastaj prish punë që i kam vënë kështu mes dy? Jo, hiç, veç gjej vend bosh edhe vëri. Ja. Ma vërtas. Po e lëm njërë këtu, vazhdo ti, se pastaj po deshëm kemi mollë sa duash frigorifer. Do ta shohim dhe një herë recetën me shkrim dhe ndërkohë të gjithë që po na ndiqni, bëhuni gati për telefonatat, se pas pak do të kemi mundësim për të ndarë fituesin e parë të quizit Ama Kafe. Megjithatë, ju jap pak kohë dhe vazhdojmë me biskotat me mollë. Pra 250 gram biskota pa yndyrë, të cilat janë këto katroret që ju pat si shtresë e parë në tavë, 2-3 mollë, 1 gotë arra të grira, 1 lugë çaj kanell, 2 vezë, kemi 1 filxhan çaj sheqer, vazhdojmë me 1 pak o pluhur pjekës, 2 gota miell dhe për dekor kemi sheqerin pluhur. Kaq. Sheqeri pluhur do hidhet mbasi ëmbëlsira të jetë pjekur dhe të jetë ftohur. Ndryshe, ajo merr lagështir nga avulli dhe nuk realizojmë dot atë që dëshirojmë. Ja, 2 mollë dolën edhe tepruan. Edhe arat janë gati. Shumë faleminderit, një kafe do më bësh. Tani direkt, bashkë me kuicin. Po, shumë. Kështu që ju pres. Gjys filxhani, Kafe turke, apo?
Po ç'të jetë, veç të jetë Nuk kafe. e do bëjmë sot, sa të do dhurojmë, kështu që aty do dalemi. E kemi ndezur të mangallin, tjetë e ngrohtë. Si ishte e fjala mangallit? Është mangall shqip. Hovojnë diçka e tillë. Mangall nuk harrohet kurr. Jemi gati në këtë moment, jam pranë Ama Kafe. Shpallim kuicin. Shumë bukur. Unë kam pyetjen këtu. Sigurisht që këto janë pyetje edhe në formën e një njohurie të përgjithshme, kuriozitete, kështu që do mundohem edhe t'ju ndihmoj pak. Megjithatë, nuk do të jenë të vështira. Telefonata e parë më thonë është gati për të fituar pakot e kafes turke Ama Kafe. Ju i pat ndërkohë në plan me ndihmën e regjisë janë 3 lloje paketimesh: premium, klasike dhe ekonomike. Dhe siç e shikoni këtë shportën këtu me 6 pako, pra 2 për secilin lloj, do t'i keni edhe ju në pakon tuaj fituese. Fituesi, ai pra që gjem përgjigjen e saktë, do të shkoj gjatë javës në dyqanin e Ama Kafe Butik që është në blok. Ky është rregulli. Tani vazhdoj me njëherë me telefonatën se më thonë që e kam gati. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si je? Si ju kam mirë, edhe mirë. Gëzohem shumë. Mirë, faleminderit. Shumë mirë. Do na thuash pak emrin, lutem? E kemi për kafe, më qenë se e kemi qirë kafe në turke, se e kam dhezë me në mdjerë. Shumë mirë, të bëftë mirë. E ke krijuar që në mëngjes. Klasik ekonomike. Do më thuash pak emrin dhe njëherë? Maja e vezme që ka ardhur ta marrë aty. Nuk e dëgjoj zonjën. Ju lutem, Maja. Po. Maja, Maja, kemi qenë Ka tjetër. marrë vezet aty ke ty. Po, Maja, si e. Hajde, të luajmë tani me kafen. Do marrim Ama Kafe. Po. Hajde, pyetja është kjo. Sipas legjendës, kush është personi i parë që ka zbuluar kafen? Alternativat janë këto. Më dëgjoj me vëmendje. Një murg, një baridhish, një fermer apo një tregtar? Ke nevojë për ndonjë ndihmë të vogël? Në ndihmë vogël po, sepse Atëherë, po them, mendoj unë të paktën, se legjenda ka qenë kështu. Po më dëgjon Maja? Mos më thoni që iku Maja nga linja? Moj Maja, po lëre telefonatën tjetër flasim bashkë, më thonë nga regjia që ka kaluar në një telefonat tjetër. Do këtë shtypër pa dashje butoni. Këtu je, këtu! Lëri të tjerët jemi bashkë tani, më jep vëmendjen tënde. Atëherë, ndihma që unë mund të t'jap është kjo. Në përshtypjen time, se nuk e kam lexuar këtë legjendën mirë e mirë, por mendoj se ky zotria që ka gjetur kafen i pari që e ka zbuluar, do ketë qenë në natyrë për qefin e vet, në rrezet e diellit, në një shëtitje ashtu në lëndina. Po. Me në shkop në dorë. Fermerë zakonisht i futë këtyre gjërave. Jo, Maja. Më vjen keq. Unë të ndihmova dhe me shkopin, Maja. Në natyrë, thash me në një shkop në dorë. E dham ndihmën, o Maja. Si s'ma gjete përgjigjen, janë 4 alternativa. Ha, pra. Po bariu ishte, po tani të më thot regjia se si do ta vijojmë. A mundemi Ajtë më të i pakja se kemi shturke. Ajtë se Maja në mbajtë dhe me humor. Ja, kalojmë humor. duratën Majës. Ti pish me shëndet, Maja. Edhe kur ta pish kafen, na ndiq neve. Na kujton e dyjave. Po i gëzuar. Edhe Ama Kafe. Po, unë nuk e ti pa fillu juve. Ashtu, shumë mirë, shumë mirë. Faleminderit. Të përshëndesim, mos harro të shkosh në dyqanin e Ama Kafe Butik në blok, për të marrë pakon tënde. Pashe do visha aty. Jo, këtë herë për këtë dhuratë. Edhe, disa në unis,
Tani që të zëja se dyja vetë. O, marrë vesh, po ti hajde kur të duash, po për dhuratën, jo këtu e kemi rregull të shkruar që do t'jetë atje. Marrja e dhuratave janë të 6 këto pakot që pat. Të përshëndesim, ikëm. Qofshin mirë. T'jeni mirë dhe ju, dhe vazhdoj 2 telefonatat e tjera gjatë pjesës tjetër, vazhdoni Qumshin do ta mbani afër. Brumi duke ndojtur në vend që të zbukej edhe pak pare. Po. Nuk duhet shumë i trash. Kështu që një filxhan kafeje na vajtin e me qumësh. Ke shtruar arrat mbi mollët. Kam shtruar biskotat. Pa e lyer tepsin me asnjë gjë. Mbi biskota kam vendosur feta sa më të holla me mollë. Sepse nga që unë do t'i jap formën, çfarë do lloj forme që t'i jepni ju, nëse ajo bëhet më trash se kaq nuk quhet biskot pastaj. Tani do të hedh kakao. Më fal, kakao. Jo, është kanela. Kanel, se thash kakao. Kanela me mollë. Nuk më rriti kafja Ja, këtu pra ke të unë. po bëj tani, ja. E mora si Një zonjë një ditë më tha, Zonja Vjolca, me siguri ti bën kastile, tha. Po s'bëj më kastile, themon, po s'piva kafe, nuk i lidh dot fjalët. Nuk është truri im, nuk funksionon. Direkt, këtu jam. Aha, kanelën dhe tani do shtrojmë Dhe kanelën dhe tani brumin që nuk duhet jetë shumë i trash, t'jetë i rrjedhshëm nga luga. Unë gotën e parë e pat ju të gjithë që unë e hodha shumë plot. Nuk duhet plot. Ja. Ja, kështu. Pse? Se duhet që brumi të hidhet shumë. Më mirë të na teproj brum, se sa vetëm sa për të na lidhur këto mollët me... Do t'ja hedhim kështu edhe pastaj me një spatull, u pa puna. Do t'ja hedh në qendër. Ja, edhe pak kështu. Jo shumë të trash, thash brumin, Them që e realizova. Bravo, Zonja Vjolca. S'ka dyshim, Zonja Vjolca. Si mund të ndodhë ndryshë? Po, Zonja Vjolca, ja, po të kish pirë kafe, ndo ishte... Dhe më shpejt dhe më mirë. Po si, pra. Ja, se është gati. Sa e mirë që bëtë. Që aromet mirë që ka njerë kjo kafja turke. A i mangallit merë më qafë, Gati. Tani do presim. Zonja Vjolca, tani ne do ta vendosim në furrë ëmbëlsirën, Po. Sa Në minuta? temperaturën 180 gradë, 20 minuta, se vetëm kjo pjesa këtu duhet Në pjekur rregull. një qik. A mund të shkojmë ne në publicitet? Po. Edhe kur të kthehemi, se më thonë që kemi Po. vazhduar goxha me minutazhin. Po. Kur të kthehemi me zonjën Vjolca, do të jemi për të sjellë një tjetër recetë shumë të mirë që është turli me mish në furrë. Dhe Po. asgjë e gatuar. Të gjitha do marinohen me salcë që do të përgatisim, një letër fino pjekje në furrë për 1 orë, mund ta lini edhe për 50 minuta, të hiqni letrën dhe një 10 minutë sa ajo të zverdhet pak dhe ala me turlie. Që mund ta bëni me çfarë do lloj perimesh që ju keni ke sirtari i frigoriferit. Unë kisha këto që do prezantoj sot. Bukur. Ju mund të keni dhe në i bamje më vonë, mund të keni dhe në një mashurk më vonë. Unë nuk i blej për momentin se janë me çmime astronomike. Vajta me vrap ke bamjet, 18.000 lekë një kile bamje, jo, nuk e marr. Absolutisht jo. Edhe unë e pash, më duk Jo, pak tepër. jo. Tani, Jo. të puna bëjnë. Ne kemi perimet e tjera në dispozicion, i lëm bamjet.